Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Sot ndroi jetë akademiku i shuar, shqiptar i madh nga më të mëdhenjtë të gjithë kohërave, mendoj unë, ndoshta të gjithë mendojnë kështu, Recep Qosja. Recep Qosja kishte lënë një porosi që të mos organizoshin ceremoni pas ikjes së tij. Shpesh shqiptarët e mëdhenj bëjnë veprime të tilla. Faik Bejkonica për shembull, kishte blerë dhe 2 metra gjysmë vend tokë, me idenë që kujt dihet kësaj bote, mund ta linin dhe jashtë, pasi të vdiste. Meqense varimin tim dua ta bëjnë vetëm familjarët e mi, i thotë nipit vetë në letrën që i ka lënë 10 vjet më parë, po që ai e hap sot. Nuk mendoj se vdes pas një mëkat. Meqense jam rritur, kam jetuar e kam punuar në kushte politike shoqërore, që edhe pas çlirimit të Kosovës e të krijimit të shtetit të saj, ishin shumë të vrazhda. Nuk mund të them se mospajtimet e mia të shprehura ishin gjithnjë të liruara prej disa gjykimeve e vlerësimeve më të ashpra, se çdo të duaj. Janë sa frazat që njeriu i thotë, jo vetëm kur vdes, njerëz këtu, gjallë nuk bën pishman kur për çka bëjnë, sidomos politikanët që ne kemi. Kush e di sa do jetojnë. Zoti qoftë me ta, do të shumë jetë, po kur nuk thonë kur ikin fjalë të tilla. Megjithatë, varrosjen e pres i bindur se kam jetuar, krijuar e vepruar duke bërë mirë, duke predikuar të mirën e duke prapur njerëzillëkun. Këto mendime i shkrova duke qenë i vetëdijshëm dhe mendjeqartë. Dhe porosia e tij që të mos merrte pjesë askush përveç familjes. Se kush e di se budallënj do të flisin në fjalimin e tij, siç ishte për shembull dies pas të rasti i Kadares, ku njerëz shumë të çuditshëm, që s'kishin fare punën e letrave, botën e letrave të gjithë, po me të lloj bote, lëshoheshin dhe thoshin një gjë çfarë donin ata. Pra, i përjetshëm qoftë kujtimi i këtij njeriu të madh. Kalojmë tani te emisioni për mbrëmjen e sotme. Në pjesën e parë të këtij emisioni do të flasim për ngjarje të rëndësishme nga kronika, për dishmëria jonë. Së pari, SPAK ka sekuestruar pasuri me vlerë mbi 40 milionë euro për dosjen Akshi. Ndoshta është nga rastet e ralla ku SPAK sekuestron pasuri. Do të flasim edhe për një fenomen tjetër, kullat që po mbi në bregdetin e jugut, duket se edhe jugu i Shqipërisë po golemizohet bushat. Si golemi që u bë shbushur tani që s'kalon dot njeriu aty, po u bë dhe aty, pastaj bëhet Shqipëria e gjithë golem. Do të flasim edhe për ndryshimet të rëndësishme në policinë e shtetit dhe disa aksione që janë ndër marrë pas ardhjes së drejtorit të ri dhe shpëndot konkretisht. Në studio për këtë pjesë, falim pjesën e dytë, do kemi luftën sigurisht, por dhe punën e detit që del gjithmonë kur Shqipëria i rritet halli për të afruar me Bashkimin Evropian e tjera, e drama kalon në Athina, aty ata i thonë vjen gjithmonë diskutohet problemi i detit. Dhe do diskutojmë në pjesën e dytë, bashkë me luftën. Për këtë pjesë, Ola Xama, gazetare e tjera, ti themi këto? Nuk ka nevojë. Faleminderit shumë. Zoti Artan Hoxha, faleminderit, Zoti Hoxha. Andi Tela dhe Zoti Andi Bushati, faleminderit. Në lidhje direkte do të kemi, në momentin kur hynë Hoxha dhe flasim për pjesën e policisë, por dhe për problemet e tjera që kanë aty kemi, hynë edhe Zhabina. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë, dosja Akshi SPAK sekuestron mbi 40 milion euro. Kishim dhe zonjën Klodi, po nuk është zonja Ola. Çuditërisht nuk është e ditë, nuk ka bërë disa telefona mua, nuk i kam kuptuar mirë, se më drejtë, nëse njeriu ka filluar të mos kuptojë kohët e fundit. Kohët që jetojmë në vendin ku jemi, domethënë ka filluar të mos kuptojmë.
telefona, më ka folur vazhdimisht, por unë me thënë drejtën edhe nuk kam kuptuar shumë. Po, do kuptojmë me kalimin e kohës. Njeriu kupton, ftohet me kalimin e kohës dhe fillon të kuptojë në një gjë. Tani, pra nuk e kemi, zonjën Klodian është me një ekran tjetër. Më mirë të flitet në 2 ekrane për çështjen Akshi se sa vetëm tek një, për mua. Po. E po mirë, dhe të flitet në ekran tjetër. Tani, SPAK ka sekuestruar pasuri në vlerën e mbi 40 milion euro në kuadër të hetimeve që po zhvillohen për dosjen Akshi. Çfarë janë pronat e sekuestruara, zonja Zama? Me qënë se nuk jam gazetari që mbuloj çështjet e SPAK-ut, por nga ajo që bie në sy është që kjo është një nga... Sa është tani që mungon? E di që thatë. Kështu që e kisha ndjes që nuk mund ta bëja aq mirë atë punë, por nga të gjitha njoftimet që kemi parë të SPAK-ut, sa i takon sekuestrimit pasurive për çështjet e dyshuara për korrupsion, kjo është një nga vlerat më të larta të sekuestruara deri tani. Sekuestrim do të thotë bllokimi i një pasurie e cila dyshohet që është siguruar në mënyrë të paligjshme, apo një vlerë e lartë korrupsioni e dyshuar që ka marrë një zyrtar dhe i bllokohet pasuria me të njëjtën vlerë. Dyshohet që kreu i këtij grupi ka qenë Ergys Agasi, i cili në bashkëpunim me ish drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Mirlinda Karçanaj, Havad Delibashin që ka qenë zëvendës drejtoresh e kësaj agjencie dhe disa biznesmen të tjerë Gëzim Hoxha, Andis Papa dhe Rygës Hyta plus Ermal Beqiraj, kanë organizuar një skem për të përfituar dhe për të paracaktuar tendera me vlerë 10 milion euro në vit, duke ja dhënë kompanive që paracaktoheshin nga treshja Beqiri, Karçanaj dhe Agasi, dhe më pas to një pjesë e shumave monetare që përfitonin këto kompani, shkonin dhe përfundonin tek kompania EA Solution në pronësitë e Ergys Agasit dhe një pjesë e këtyre parave kanë financuar blerjen e disa apartamenteve, 2 apartamenteve në Tiranë në kryeqytet, njëra në zonën e stadiumit e Albania, njëra në rrugën e Kavajës për ish drejtoreshën Mirlinda Karçanaj, një apartament ndjes duplex në zonën e Qerretit në Kavaj, një makinë Volkswagen të llojit Tiguan, e cila ishte bler nga një punonjës e kompanisë Ermal Beqirajt për bashkëshortin e zonjës Karçanaj, dhe gjithashtu i është sekuestruar edhe llogarit bankare dhe një ullishte me vlerë me sipërfaqe 1500 metra katror. Po të shohim pastaj pasuritë e sekuestruara për Ermal Beqirajn dhe për Ergys Agasin, vlera është akoma më e madhe, janë 10 apartamente, 10 metra katror të llojit ullishte, por edhe shumë sipërfaqe, me mira sipërfaqe ndërtimore në zonën e Farkës të Lundrës, të ndërtuara nga Ergys Agasi. Ajo që bën çudi tek kjo dosje është që aplikimi për lejen e legalizimit ka nisur në vitin 2020, kur atëherë fuqia e Ergys Agasit ka qenë pothuajse inekzistente, dhe dyshohet se duke qenë se kishin dhe administrimin e sistemit IT-s, ka ndërhyrë në sistemin e kadastrës për të futur aplikimin sigurisht e bërë kërkesa për leje legalizimi në vitin 2020 dhe për të përfituar më pas lejet e legalizimit për këto sipërfaqe. Di që pas ndryshimit të rokatës që ka ndodhur në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, pra pas largimit të Dallon Dyshebicit, ka patur një kallëzim nga ana e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për të ndërhyrje në sistem në Prokurorinë e Tiranës dhe di që një pjesë e këtij hetimi është përcjell më pas SPAK-ut, ku dyshohet që janë përfituar këto pasuri të paluajshme duke ushtruar ndikim të paligjshëm tek zyrtar të lartë nga ana e zotit Agasi. Po ashtu edhe kompanitë dhe të ardhurat e kompanive të Ermal Beqirajt zënë një vlerë prej 10 milion eurosh, i është sekuestruar po ashtu dhe apartamente dhe një jahtë. E çuditshme është kjo tani e drejtoreshës se këta ky Beqiraj për shembull këtë biznesmen, ky kishte dhe jatë, Po, dhe një jahtë me vlerë 1 milion euro, të cilin e kishte regjistruar në emër të një punonjëse të tij, e cila kishte një pagë shumë modeste. Dhe ajo që shohim tek kjo dosje hetimore është që edhe punonjësit e kompanive
të cilët kanë bërë punën janë detyruar që të dalin prestanome për pronat e zyrtarëve të lartë që i blieshin nga pronarët që përfitonin tenderat, por edhe edhe për pasuritë e pronarëve të tyre në mënyrë që ti neglizhonin sekuestrimin apo konfiskimin. Zoti Hoxha? Janë blokuar edhe pasuritë e kompanisë Albaskan, edhe kjo në fakt është një kompani e cila dyshohet që ka përfituar ka përfituar në mënyrë të parë. Papa? Jo Andis Papa. Në mos gaboj duhet tjetë do mbi emri, por është kompania e cila ofron dhe shërbimet IT-s për SPAK-un, pra për prokurorinë e posaçme. Gati 1 miliard lek nga SPAK-u, kompania, dhe edhe kjo kompani është vendosur në sekuestro, jo gjithë. Me mbi emër Jorgji, në mos gaboj. Para në cilë emrat, se më shumë. Pronari, po. Por kompania ka fituar tendrat në SPAK për mbajtje për teknologjinë, po e keni parë janë shtuar disa skanere në hyrje, pra të hysh nga ajo që shohin gjithë njerëzit, nga gardhi i SPAK-ut, deri brenda në zyrat e SPAK-ut, apo dhe në sallat e GKK-s, ku bën gjyqet, do kalosh minimalisht 2 skanere, aserina si nuk e ka atë lloj mbrojtje, dhe unë se kuptoj pse duhen kaq siguri atje, po kështu e kam parë ata dhe me tendre e bërë ato punë, dhe kjo i ka marrë. Kjo kompania që ka bërë këtë, që ka fituar gjatë 3 viteve të fundit, se ka marrë brenda 1 viti, një nga subjektet e cila është Kjo ka ndërtuar SPAK-un thotë? Objekti i hetimit, jo ka ofruar teknologji, ka ofruar. Tani këta janë në qarkullim, nuk ishte tjerë në qarkullim. Ajo që unë do të quaja interesante në këtë hetim të SPAK-ut, është fakti që më në fund na zbërthehet dhe në rrugë ligjore, skema se si funksionon ky pushtet që ne kemi sot. Ky pushtet shumë funksionon pushtet. Pra, ti ke brenda këtij grupi, po të fillosh të marrësh një nga një personazhet, pra pa hyrë te këto detaje që thotë SPAK-u. Pra, po ti shikon aty skemën se si funksionon ky shtet, nga maja e thoj deri te qimja e flokut. Se si kanë korruptuar administratën, se si kanë menaxhuar taksat, tendrat, se si kanë bler media, se si kanë bler dhe pyllin atje ku kanë shku në Qehajash, një fshat që e kap njësia administrative e Petrelës. Pra edhe atë mund ta blinin, se kishin kaq shumë lekë sa mund ta blinin, po nuk e kanë bler. Kanë vajtur, kanë falsifikuar letrat, kanë ndërtuar pa leje, me që kanë çuar drejtoreshën e kadastrës, e kanë emëruar drejtoreshën e kadastrës hipotekës atje, e kanë legalizuar objektin dhe prandaj shumica e këtyre pronave që shef ti janë tek ish kompleksit e biçar për njerëzit, kush ka shkuar qoftë një herë vetëm me çu fëmijët aty për të argëtuar me ata kuajtë. Ish kompleksi Pando ose më mbrapa Ecos Resort. Pjesa dërmuese e këtyre që ti shef pyll, hapësira të mëdha në metra katror, është pikërisht rreth e rrotull këtij objekti. Dhe këtë e kam grabitur, se kishin mundësinë ta blinin, edhe këtë e kanë grabitur. Pra po të shikosh çdo gjë kanë kërkuar qyl. Dhe kanë dashur ta marrin sigurisht vetë Zoti. S'kan pasur frikë askënd. Kjo konkretisht kjo nuk është në sekuestro tani apo jo? Jo, është në sekuestro. Allaj beu këtë. Shiko, çka ka ndodhur se do ta shpjegoj, është shumë interesante. Pra, në total, tek ai 40 milionë eurosh, dhe SPAK-u ka qef të pjesën e që ti shifrës. E shifrave, po këto janë sekuestro, jo konfiskim. Pra, sekuestro me konfiskim, SPAK-u e ka përqindjen 3%. Pra, nga ajo që sekuestron. Kjo do thotë janë thjesht sekuestruar. Në këto moment ato janë marrë. Unë uroj të merret. Këto nuk shiten dhe nuk blihen dot, derisa të marrë vendim përfundimtar gjykata. Nuk tjetërsojnë dot. E rëndësishme është që në këtë total është një shumë e madhe në para që është sekuestruar, që shkon diku te 7 milion euro. Që është sasi goxha e konsiderueshme. Kjo është e rëndësishme. Pastaj pjesa tjetër është në pasuritë patundshme. Çka ka ndodhur? Në vitin 2023 ka shkuar një kompani e cila është e afërt me zotin Agasi dhe ka shkuar të blej kompleksin Ecos Resort nga biznesmeni që e zotëronte. Për një shumë 9 milion euro dhe 2 milion e gjysmë euro plus ka qenë kredia të cilën e kishte marrë biznesmeni për blerjen e atij ambienti. Gjatë kësaj kohe nuk është paguar kredia
nuk është paguar 9 milion euroshi, por brenda objektit është vendosur si fillimisht si zyre e Ergysa Gasit, te ky ambient është gjetur dhe vera që u zhduk. Ktu ishte. Pra, ky ambient është kthyer në shtabin e kësaj strukture. Atje realizoheshin takimet me zyrtarët, me qytetarët, me allexhit, me Domethënë vera nuk ka qenë Durrës, ka qenë. Jo, vera është këtu më. Edhe në Durrës ka zgjetur verë. Është tjetër ajo Durrës. Por ajo që ne pam në pamje. Qartë. Që e kishte. Po se nuk është vera shumë. Ishte vera që është kapur në qaja. Tani çka kanë bërë këta? Duke çuar në kadastër dhe në s'po vjen emri i drejtorisë tjetër. Duke çuar njeriu në vet, çfarë kanë bërë? Hipotekat, pra. Hipotekat, po. Dhe hipotek duke Edhe legalizimi dhe hipoteka bashkë janë kadastër, kështu që në rregull. Unë vazhdoj me atë. Një janë ato, ja. Se mbrapa i bashkon, dhe çfarë kanë bërë? Kanë bërë që të ndërtojnë aty pa leje, nuk kanë ndërhyrë as kush nuk hyrte IMT-ja, po ai inspektori Nazmiu që mbulon zonën, s'ka patur shans ndërhyjë kush aty, kanë ndërtuar, janë të paktën me sa kanë parë unë deri tani në ato letrat e sekuestruar, janë mbi 3000 ca metër katror. Sipërfaqe e ndërtuar. Dhe kanë legalizuar, dhe i kanë kthyer në pronë të vet. Edhe atë që ishte pronë shtetërore, prandaj ka shumë pyll aty. Ore kanë marrë me kodra me çka kishte atje, çka kishte rreth rrotull. Tani gjithë atë. Po mirë mos ata mund të merrni ku të doni. Se janë u zhdukur tokë but aty, edhe ja kanë marrë. Zotëria në fjalë, mbas 3 vjetësh, mbasi nuk kanë marrë parat, ka kërkuar të rikthehet prona. Dhe aty nuk ka dalë pronar Ergysa Gasi. Gjatë gjithë kohës ka dalë Oresota. Në momenti që ky ka kërkuar të rimarrë pronën, ka shkuar në hipotekë dhe ka kërkuar certifikatën e pronësisë. Oresota është këndërtuesi. Po, dhe kur ka marrë certifikatën e pronësisë, ka parë që atje ja kishin pastruar të gjithë dhe i kishin ngelur vetëm stalla e kuajve, restoranti dhe hoteli. Çdo gjë tjetër me pishina, me ambiente rreth rrotull, ishin tjetërsuar. E kishin kaluar në pronësi të Ergysa Gasit, janë këto që janë sekuestruar, që janë 26.000 metër katror pyll, pastaj janë 6.000 metër katror pyll. Dhe përveç se i kanë marrë në pronësi, kanë legalizuar objektet. Pra i kanë kthyer në objektet lishme. Dhe i gjithë investim që është bërë aty, pra se ato janë paguar para për të ndërtuar ato, pra i gjithë investim që është bërë aty, Spaku ka shkuar tani dhe ka kapur, dhe për këtë është në hetim dhe ish drejtoresha e hipotekës dhe kadastës, dhe besoj do ketë dhe zyrtar të tjerë, sepse është lejuar që të ndërtohet gati një resort. Ka thotë Zama, çka kishte të re? Jo, është tjetër gjë ajo Ylli, që tha. Akuzën. Jo, është tjetër gjë. Ka të bëjë me akuzën që i është shtuar dhe akuza e korrupsionit aktiv për biznesmenët dhe korrupsionit pasiv për zyrtarët, zonjën Kajçanaj dhe Avadeli Bashi, po ashtu janë marrë edhe disa të pandehur trinj. Po mundohem të tregoj fabulën. Që ku janë to që duken kur i shef tek ajo komunikata e Spakut, dhe ku janë gjithë to pyje. Është ajo zona aty rreth. Dhe sasia e ndërtimit që ata kanë bërë aty, që e kanë bërë pa nxjerrë asnjë leje, pa ju trembur askush, në fundja kush do t'i trembte, sepse ata ishin vetë shkop. Dhe kjo gjë u zbulua kur njeriu që kishte shitur shkoi ta rimerte, dhe kur shkoi ta rimerte, gjeti brenda hapësirës tij ishin ndërtuar të gjitha këto gjërat. Dhe mbi të gjitha ka qenë një moment që i trembur më ka thonë, ore, një person tha, di gjë, në çfarë cilësi është kërkimi, thoshu. Çfarë kërkimi, tha, i vjen e rri aty gjithkohës. Dhe ishte njeriu që zhduku verat për gjithë natën. Ishte djali i Xhaxhait Ergysa Gaci. Pra, ata mund të merrnin dhe këtë e kam edhe nga verifikimet që kanë bërë. Pra, kjo pjesë është sekuestruar, paktën sa informacion kam arritur të mbledh, por më rezulton të jetë diku tek jo më shumë se 10% e pasurisë që ata kanë. Pra, asgjë brenda në kryeqytet, disa apartamente dhe ca garazhe janë kapur. Asnjë nga ato kullat e mëdha që the ti, leje që këta kanë nxjerr, nuk shoh tek kjo Spaku. Besoj që hetimi duhet vazhdoj. Por dhe me kaq, thash edhe një herë, nuk është pak. Unë kam frikën nga sekuestrimi, konfiskim, çfarë do ndodh? Sepse këtu si ka dhe diçka Ylli, Leoleran të tjerëve. Pra, kjo skem që ne shohim këtu, është skema tipike se si ka operuar ky pushtet. Pra, koordinatori, se do ju të bushati që nuk di nga këto. Koordinatori që ne kemi quajtur me gjithse ke lexuar dosjen. Koordinatori tret i krimit të
se po të hymë të dosja do hallakasim njerëz, po të hymë të detajet. Koordinatori i tretë që bënte lidhjet midis botës mbidheshme dhe botës nëndheshme, pra që është zoti Agasi, ka qenë njeriu i cili e ka ushtruar të pushtet që është deleguar nga lart, nga udhëheqësja e sipër, në mënyrë më perfekte dhe unë uroj që në kontrollin që është bërë, jo tani, po në operacionin e qershorit të vitit kaluar, se aty është zona filla, se di që dhe aty është kapur një DVR, ajo DVR-ja të ketë, sepse aty do ketë spektakl pasaj të njerëzve që kanë hyrë, takimet që janë bërë, zyrtarët që kanë shkuar atje, ajo do t'japi një të dhënë, po, te resorti aty, do t'japi një të dhënë tjetër spakut. Po ati populata shkonte se kishte restorante. Po e heqin popullatën, po themi për këta. Populata atë pun kishte se të shkote për hallet e veta, po këta nuk kanë shkuar aty për i pizë mylli. Se kishte dhe kuajta, kuaj race, kuaj arabë, kishin punë me kuajta. Ta kishin punë me mushkat e qeverisë. Pra, ta kontrollonin mushkat e qeverisë. Kuajt ishin aty se i kishin lënë tjetri për para. Tani si ka zbuluar SPAK prona që dyshohet se janë të ish drejtoresë së Aksit, to që renditi. Se dhe dyshime janë tani këto apo jo? Për këtë Karshane. Derisa të kemi një vendim formës prerë, patjetër që këto janë në fazën e dyshimeve. Por dy persona që i kanë dhënë një dorë të mirë SPAK-ut në këtë histori, janë dy biznesmenët të cilët u rrëmbyen, dëshmuan, pra është Geron Meçe dhe Daniel Shima. Dëshmia e tyre e ka përforcuar hetimin e SPAK-ut dhe pastaj SPAK-u ka hyrë dhe të marrë një nga një punonjësit e afërt që kanë punuar me, për shembull, shoferi i drejtoreshës Melinda Karçanaj, për cilën kryeministri thoshte jeton me qerash, hallexhie, shoferi ka thënë, po unë pagoja e çoja në filan në objekt, në te vila që kishte ajo, e çoja në filan apartament, te apartamenti që banonte ajo, kam bërë pagesat për mirëmbajtjen e objektit, është vajtur atje dhe shpitore, kush pagonte për mirëmbajtjen e këtij objekti, kështu janë lidhur fjet dhe ka dalë që Melinda Karçanaj nuk është ajo që na thot kryeministri minimalisht, se jemi ende në fazën paraprake. Pra, ajo që thot kryeministri nuk është. Kemi të bëjmë. Jemi në fazën që është ngritur akuzat dhe nuk. Jo flas që nuk kemi të bëjmë me njerëz kaq të varfër më dhe me zyrtar kaq që kanë shkrirë jetën e vetë për të progresuar ky kom, se kështu na paraqiti. Pra, na paraqiti si njeriu që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Në fakt, to që thot SPAK-u dhe ato që thot kryeministri nuk përputhen. Sigurisht është gjykata që do vendosi, po flasim në këtë moment, kjo është situata. Pastaj ndërthurja e veprimeve korruptive me akte të tjera kriminale, me presione, me kërcënime, me rrëmbime qytetarësh. Pastaj e kompleton skemën dhe na tregon që kemi të bëjmë me një grup të strukturuar, i cili ka vepruar. Jo, po ndryshe ata nuk do bënin këto sekuestro nëse nuk e qunin grup të strukturuar. Jo, mund t'i bëjnë ata dhe për korrupsion. Pa qenë grup i strukturuar. Pa qenë kështu e bën? Po, e bën. Tani, skema që përcaktohen tenderat se kush duhet i fitojë dhe falë tenderave merren disa rushfete, disa përqindje ndodh në të gjithë administratën shqiptare. Po dëgjojmë në një gjë të re. Në rastin në fjalë, ne kemi perfeksionimin e skemës. Pra nuk është më ajo skema banale që kemi dëgjuar deri tani në çdo institucion. Në këtë rast kemi 3-4 kompani të përcaktuara që do fitonin pothuajse të gjithë tenderat që bënte Akshi. Kemi lidhsin mes këtyre pronarëve dhe drejtoreshës së Akshit. Ky person, Ergyes Agasi, vitet e fundit u lidh me zonjën Karçanaj, se Karçanaj ka qenë 2017 që drejtor në institucione, dhe kompanitë kur fillon si aktivitet? Në 2017 ka filluar Akshi si institut, domethënë ka marrë këtë formë Akshi me çdo tender. Bëhet çdo tender nga Akshi. Tani Ergyes Agasi, në Durrësi, po si ishte Gysi. Ergyes Agasi kishte një kompani EA Solution, kompanitë këto të tjera të fitonin tenderat dhe një pjesë të parave me faturë i kalonin te kompania Ergyes Agasit, sikur Ergyes Agasi kryente shërbime, punë që ja ngarkonin këto kompani. Nuk bënte asnjë punë, sipas SPAK-ut thjesht merrte parat. Dhe me këto para, sa herë kemi diskutuar këto, po kemi sekuestrot. Po, këto para tani një pjesë kalonin te zonja Karçanaj, tre shtëpi të deklaruara sipas SPAK-ut që janë në pronësi të zonjës Karçanaj me emra të tjerë. Pra nuk kemi më emrin e zonjës që mban shtëpinë, por emra të personazheve
që nuk e kishin idem fare, që ishin pronar të këtyre shtëpive. Të them fillim të gjithë kanë këtë gjë. Si të inceneratorët që ishin ato... Po, është më e perfeksionuar se inceneratorët dhe se çdo gjë tjetër, edhe këto tenderat e bashkisë, e çdo gjë tjetër që ishte e hapur fare. Inceneratorët nuk janë gjetë paratë e zyrtarëve. Këtu në këtë rast, kemi mënyrën se si ka funksionuar lidhja mes drejtoreshës, koordinatorit dhe kompanive. Tërve po, se janë në burg, vojtën dhe... Sa plaka banjo, thotë zotë Ameta, janë gjetë. Jo, ma Ameta janë futur tjerë. Po, dhe një pjesë e fabrikës së pijeve në Ersek. Ka që është sekuestruar ti. Babait zotit Alqi Bllako. Jo, me kanë vojtur dënim të tjerë, kanë vojtur ministra dënim. Jo, para sekuestruar. Nuk është njësoj me inceneratorët. Se të inceneratorët gjetën gjithsej 30.000 euro, kurse këtu paktën pas kanë gjetur, me sa i pash të llogaritë bankare, të njoftimi Spakut kishin gjetur shuma. Prandaj, po them që është njësoj. 7 milion euro. Në dëshmin në këtë dosje, në dëshmi të njërit prej njerëzve në dosje, deklarohet që drejtoreshës ju dorëzuan kuti ambalazh vere të mbushura me euro, 200.000 euro me përje 500, 200, 100. Pra dhe para kesh të thata të dorëzuara në dosje. Kjo quhet e vërtetuar, po u tha kështu, nga njëri. Është e filmuar ajo, ju dhe nuk është vetëm fjalë, se po t'ishte vetëm fjalë, nuk do më kishte vlerë. Derisa Spak e regjistron në dosje dhe e çon gjykat, është e filmuar, është e parat filmuar. ishin të futur në shishe. Në kuti, jo në shishe, jo, në kuti, në ambalazh kuti e vere. Jo më se shishe, po full shishe mund të Ambalazh. Kurse kjo, kurse kjo e verave është dhe më e bukur, sepse ata jo në te Egos Resort, por në Durrës, gjetën dhe një faturë vere mbi kutit. Dhe fatura e verës ishte e njërës prej kompanive që fiton të tenderat, por që kishte dhe një kompani tjetër, një lokal, një biznes tregtie. Papa. Dhe i çfarë bonte? Verat që kërkon të Ergysa Gasi për t'i pirë në për ambientet intime të shtrenjta, i porosiste ky. Në emër të Ermal Beqirit dhe i vinin verat nga jashtë, ato verat e shtrenjta, me faturë dhe nuk bonte tregti me këto vera. Si që e kërkonin, me çmimin që e kërkonin, me atë çmim ja u sillte. Për të vetë gjithë tjera dhe për të kërcënimeve që kemi dëgjuar nga Geron Meça dhe tjetri, këtu është një biznesmene e martuar me një Gjerman që kishte një kompani dhe zotronin një patent falë të cilës kishin fituar një tender të akshit. Edhe në këtë rast i dërguan njeriun e tyre që të bëj pjesë partneritet për të marrë një shumë parash që i duhej për të paguar Ergysa Gasit. Dhe në këtë rast, meqense zonja nuk pranonte ta bënte këtë gjë, e kërcënuan. I shkuan të zonja Karçanaj, shko fol me Ermal Beqirin që të zgjidhet kjo punë. Dhe kur tarkon Ermal Beqirin, ai thotë, ke hyrë në një pishim peshkaqenësh. Po kjo është e dëgjohet. Kjo është dëshmia e zonjës, dëshmia e zonjës. Më thanë, ke hyrë në një pishim peshkaqenësh dhe u detyrua që të paguante Ermal Beqiri dhe u detyrua të paguante 100 milion lek rishfetin e punës që kishte marrë. Zoti Bushati, kemi thënë shpesh që Spak qalon të kjo pjesë e sekuestrimit, si që përmendëm tani këtë rastin e incineratorët e të më thënë, shkojnë njerëzit në për burgje, në për këshu, kapen, arrestojnë që shtek, po të sekuestrimi ka një... Të konfiskimi, do më është. Të konfiskimi në rastin konkret, se sekuestru është që gjeme madhe, thotë konfiskimi vjen po në shumë këtë rast ta mund të quhet sukses kjo e Spakut që ka ndodhur, bet fjalë për pasuri me goxha vlerë, me thënë drejtën, ha? Atë them ti. Së pari si e thua ti, po jo se jo, një fjali vetëm se e thot Bushati pastaj. Vetëm të jap si element. Javën e kaluar nëse ishte një lajm që një pronë e konfiskuar një elementi të krimit organizuar, i dënuar në burgim përjetshëm, pra Redian Rajës, Redian Raja është këtu në aeroport Matan. Po, ju dha në dispozicion për aktivitete kulturore. Dhe aktiviteti kulturor ishi 4 drejtues policie që kishin ekspozuar ato pikturat e tyre. Pra e nxorën si simbolik, pra që ja morëm krimin dhe po ja uçojmë drejtorat të ekspozojnë hobin e tyre. Në fakt, dallimi i madh mes sekuestrimeve dhe konfiskimeve tregon sa të efektshëm është Spaku dhe gjykata për t'i rikthyer shqiptarëve pikërisht paratë e grabitura, paratë e korrupsionit dhe gjitha më radhë. Prandaj s'kemi pasuri politikanësh në kapur. Bushat? Fal Bushat.
kishe një shënim interesant sot. Po, kjo dosje që pam tani së fundi, e bashklidhur me dosjen e parë, kur doli për çfarë akuzoi grupi e Ergys Agasit, për mua është pasqyra më e rënde asaj që ndodh në Shqipëri. Ne jemi mësuar, për shembull, pavarësisht se janë hajdut me shifrat mëdha, me deri tani janë zbuluar, si thuaç, vjedhje ordinere. Për shembull, merr lekët për incinerator, s'bën incinerator fare, zhduk lekët dhe ikën. Kurse këtu, përveç vjedhjes me tendera, këtu çfarë kemi? Kemi korruptim policisë, kemi korruptim hipoteka dhe gjykata. Thonë që ka korruptim dhe të shikut. Nga një anë. Pra, në qoftë se unë do i vija një emër, si që ka Edi Rama, Ministrin për rrugët që shtron rrugë, Ministrin për shëndetësinë që duhet kujdeset për shëndetën e popullsisë, kjo ishte Ministria e Kriminalitetit, ky grup. Edi Rama, përmjet këtij grupi, kontrollon të gjithë kriminalitetin e Shqipërisë. Dhe ku duket te kjo dosje? E para duket që këtu, përveç vjedhjes parave publike, futet rrëmbimi i personave. Pra, simbioza e vjedhjes me kriminalitetin dhe banditizmin, e një konkurenti që zbindet, e një konkurenti që nuk pranon rregullat e lojës dhe shkon e rrëmbehet, thonë të njëjtën fat ka pasur edhe familja e kësaj shqiptaro-gjermanes që u përmend këtu. Tjetër gjë, po të shohësh edhe niveli i fshehjes pasurive është më i sofistikuar. Në Gjermanin për shkak mos e marrim shumë për grua të ndershme, kupton? Se ajo që ka vajtur atje ka ditur që ku po shkon. Ajo pranon, ajo thotë i kam pagu lekët, Budallaq nuk është. jam detyruar t'i paguaj të lekët. Dëgjoj, të gjithë këta, edhe Daniel Shima, edhe ai Geron tjetri, Meçi. Geron nuk flasin, nuk janë as priftri, as xhallar. Pra jemi në Flasin nga brenda ata, pra. Problemi është, madje kur ti arrin të shantazhosh, të kërcënosh dhe të friksosh dhe njeri që nuk është naive, i paditur, i pambrojtur, atëherë fuqia e grupit tënd kriminal është akoma dhe më e madhe. Kam frikun. E dyta, po të shikosh edhe këto që thanë kolegët, mënyrën e fshehjes pasurive. Pra, po të shikosh mënyrën se si fshihen pasuritë shumë e sofistikuar. Pse është e sofistikuar? Se ne deri tani jemi mësuar që... Me emra të tjerë, pra, të gjithë rastet. Jo, emra të tjerë, ne jemi me këtë fshehjen banale, lërja kushuririt, lëja një shoku biznesmen. Këtu çfarë bëhet? Po të shikosh, janë të përfshirë një sër punonjësisht kompanisë Ermal Beqirit, pra kompania që merr gjithë tenderat publik në fshehjen e parave të korrupsionit që kompania Ermal Beqirit ndan për tenderat publik. Pra dhe punojnë si tu edhe. Pra, si të thuash, ka një ndërmarrje që përfiton para publike dhe brenda kësaj ndërmarrje dhe një ndërmarrje me sistem të organizuar të fshehjes të pasurive të zyrtarit që i përfiton ato. Dhe në këtë nivel them, ka arritur majën e sofistikimit, jo vetëm të vjedhjes, po edhe të kriminalitetit. Dhe pastaj për t'i vënë dhe atë qershin mbi tort, pra po të bëjë një serial Netflixi kjo, këta pasi rrëmbejnë para, pasi vjedhin, pasi kërcënojnë, shantazhojnë e rrëmbejnë persona, marrin dhe atë pepën si quaj ai, që kishte atë kompanin që importonte pijet, spabën, sjellin dhe verat nga 30.000 euro që fliste Ben Ahmetaj dhe i hapin zyrën e kryeministrit. Pra, suksesi i rrëmbimit të parave, i rrëmbimit të njerëzve, festohet duke hapur tapa shishesh 33.000 euro. Pra, arrin në një, ne u çuditëm gjithë kur e tharë Ben Ahmetaj. Thënë, ky e teproi këtu tani, pi verë. Po kur u gjete njëjta verë për cilën ai fliste në qilarin e Ergys Agasit, pra këtu niveli i mos përfilljes ndaj paras publike ka arritur në
nivel ekstrem. Si shkon kjo punë, si vijon tani, Hoxha? Zama? Së pari, hetimi sigurisht është në fazën fillestare dhe është në zhvillim e sipër. Patjetër që Spakut në këtë rast i ka ardhur në dorë një thesar aty me informacione dhe është një hetim që do të kërkoj shumë energji nëse do të jetë hetim shterus. Flas hetim shterus që të shkoj më lart se këta. Se të gjitha këto nuk është një qark i mbyllur dhe këta kanë operuar me kokën e vet pa djenit askujt se ka ditë njeri. Një nga rritet më të mëdha që ka kjo qeveri kush është? Është qeveria virtuale. Pra, digitalizimi i gjithë sistemit, ne kryam çdo gjë e çuam te akshi. Çdo duke filluar nga të dhënat tona personale edhe tek aktivitetet më të rëndësishme që ka qeveria përfunduan aty. Pra, nëse hetimi do të jetë dhe do të synoj të shkoj mbi akshin, kush është mbi këta, me të vërtet do të jetë një hetim, për mua do të jetë hetimi më i madh që ka bërë Spaku. A besojnë që mund ta bëjnë? Nuk besoj, me thënë të vërtetën. Duke parë hetimet e deritanishme. Ky vend jemi tani, e kupton. Duke parë hetimet e deritanishme, ne shohim pak a shumë që hetimet synojnë, krijojnë një volum dosje atje, me ke parti dalin edhe avokatët me karrocat e marketeve atje. Dhe asnjëherë hetim çuditërisht i fusin një gjykim të shkurtuar, e mbylli me gjendje që kemi akte, këtu shuhet aty, dhe historia, këta që u kapën me presh në dorë, këta do dunohen, ata që s'u kapën, te kjo jeta vazhdon. Pra, në këtë rast nuk du t'jetë kështu. Për më tetë, Spaku në këtë rast, pra se po të kemi parasysh, kontrolli i parë i banesës Ergyes Agasit është bërë për një çështje tjetër, për një denoncim që erdhi nga autoritetet britanike, greke, kipriote, është bërë për kontrabandë cigaresh. Që u shkua, që u kapa ajo DVR-ja e famshme. Fabrika që i kishte marrë. Po, u gjendë rastisht, pra, u shkua për tjetër gjë. Qartë. Dhe u kapën ato filmimet që flitet vazhdimisht, po me saksi. Ore, është e vërtet kjo që thonë që kjo më shumë është dosje nxit nga Gjermania se një nga këto denoncueset kjo Schröderi është me komsi gjermane dhe ka bërë denoncimin atje, prandaj ka ardhur denoncimi këtu? Ambasada gjermane shkutu në lojë sepse Geron Meçe ka bërë... Nga Geron Meçe, jo nga kjo Gjermania. I ratisur atje. Geron Meçe ka deponuar në Gjermani. Ka bën deklarime atje edhe për të fituar, do të thonë për shkak se i ke rreziquar. Bindur nga Schröder, thon, po nuk është ka një nuk ka nevojë. Shiko, autoritetet gjermane në moment që vjen në dieni të një aktiviteti të tillë, të një veprimtarie të tillë kriminale, ato ndjekin dy rrugë. E para e verifikojnë dhe ata kanë kanalet zyrtare, që është ambasada dhe strukturat që ata kanë këtu, dhe së dytë njoftojnë vendin nga i cili u ka ardhur ky informacion. Në fakt, ata si them alertin primar të kësaj çështje dhe që e kanë, si them, e kanë nxitur Spakun të hyjë kësaj situate është informacioni që ka ardhur nga autoritetet gjermane. Por ajo që i ka dhënë Spakut një element të fortë për të hetuar në këtë drejtim, është DVR-ja gjetur në zyrën e Ergyes Agasit në blok, sepse DVR dhe filmimet, pastaj e ndihmuan që të shkonte. Daniel Shima thotë që është rrëmbyer filan vend, të shkuar atje, janë gjetur kamerat, është gjetur filmimi, është lidhur elementi. Geron Meçe thotë që më ka ardhur një makinë me këto targa. Janë shkuar atje, janë bërë verifikimet, ka rezultuar që po është vërtet. Të gjithë këto element pastaj të ndërthurura me njëra tjetrën kanë bërë që hetimi të ketë të rezultat që ka sot. Por është fakt që ky grup, ose kjo strukturë, ka operuar si në mall të babës. Ata ka qenë fuqi plot. Nuk kanë pas frikë, as prokurorin, as policin, as gjykatën, as shikun, madje kanë qenë kaq të bindur që nuk do të guxonte kusht me ta, sepse kanë patur lidhje jashtëzakonisht forta me botën e nëndheshme të krimit. Prandaj lidhjet e tyre, pse janë involvuar ata tek ndërtesat e larta në kryeqytet. Nga vini financimet, çfarë donin ata në Dubai vazhdimisht, sepse kërkonin të vinin parati të financonin kullat. Dhe ky hetim, nëse do të shkojë në këtë trend, nuk është e lehtë, pa diskutim, që është e vështirë, do të kërkojë kohë. Uroj që mos përfundoj një hetim ato me fraksione, se ato janë të frikshme pastaj. Jo, në këtë rast i kishin bashkuar fraksionet që i kishin darë. Nga tani fillon fraksione. Ky është problemi. Sepse s'janë kapur të gjithë. Dhe problemi kryesor sot kush është? As Ermal Beqiri. Se Ermal Beqiri nuk është gangster. Të
shihet. Shiko, Ergysa Agasi nuk ti është kapur. mund të jesh skeptik. Megjithatë, çështja është që kemi të bëjmë me disa kompani të cilat kanë sot kontrata aktive me shtetin. Jo, mund të jem, jam sertifikant të bazuar. Ato vazhdojnë që të marrin para publike. Po patjetër, prandaj jam unë skeptik. Dhe nëse këto para publike do të financoni siç ka ndodhur në të shkuarën, te inceneratori i Thierit apo i Elbasanit, apo qoftë edhe inceneratori i Tiranës, jetën e njerëzve në kërkim, jetën e njerëzve në kërkim, e pronarëve në kërkim të tyre, kjo do të ishte një njollë turpi për SPAK-un. Dhe fakti që paktën parat, jo se janë konfiskuar dhe nuk kemi 100% të sigurt, nëse do shkojnë ose jo në xhepat e qytetarëve shqiptarë, sepse kjo do duhet të jetë cilësi e mirë hetimi dhe do duhet që edhe gjykata të jetë në integritetin e dur për dëm vendime që e kemi parë në disa raste se si ka pranuar kam të freskët, jam gjykat, nesër kam seancën e radhës, po pyet. Jo, jam në një proces, është organizata e parë në Shqipëri, janë 30 avokatë, janë 30 avokatë, jam unë, 2 prokurorë SPAK-ut, vjen dhe bosi i grupit rival ndonjëherë, kjo është organizata. Ka 37.000 faqe, 37.000 faqe ylli, sepse e kam ngritur në seancë të gjithë. 37.000 faqe. Të lexosh një faqe do 4 minuta, një faqe Word. Gjithë letërsia romake. I bie që gjyqtari ose prokurori të lexojë çdo ditë nga 5 orë për 2 vjet rresht. Pra, se ka harroj që do të lexojë njëri ato dosje. Për dënuar njëri duhet 3 faqe. S'ka nevojë për 37.000. Prandaj unë se po e shoh aty dhe njerëzit nuk ka asnjë kamer që të lejohet brenda të shohë si ç'a ndodh atje. Njerëzit shohin nga gardhi dhe ç'a u thon ata brenda gardh. Nga brenda u thon jashtë gardhi. Megjithatë, në rastin konkret thash, puna që ka bërë deri në këto momente SPAK-u, edhe kaq është mjaftueshme për të provuar atë që ne kemi thënë vazhdimisht, që ka një koordinator midis botës së krimit dhe pushtetit. Jako e ke koordinatorin me të gjitha elementet dhe të gjitha provat. E ke të dokumentuar tashmë. Po pra, prandaj ishte në këtë rast, nëse mund ta mbaroj me qenë se nisa, po. Pra, me qenë se kemi pamje filmike se si paracaktohen tenderat dhe kemi të provuar që më pas ata janë që i kanë përfituar. Kështu që te tenderat që ka marrë grupi i kompanive të Ermal Beqirat, nuk besoj se është e vështirë që të provosh në gjykat, që kanë qenë të paracaktuar dhe parat që janë përfituar kanë qenë në mënyrë abuzive. Parat që kanë kaluar te kompania EA Solution për vlerën e të cilave janë sekuestruar dhe pasurit e Ergysa Agasit, edhe ato janë provohen me pamje filmike dhe me dëshmi edhe me gjurmë transaksioner se ato janë bërë me bank, me fatura, edhe pse kanë qenë fiktive se shërbimet në fakt nuk janë kryer, por është edhe kjo e vërtetuar. Prandaj them, varet nga integriteti që do ketë gjykata për të marrë vendimin, por në rastin e këtyre pasurive nuk shon ndonjë kontestim të madh, pse nuk duhet vërtetuar që këto të konfiskohen. E fundit e mbam mend se të mrekulli. Mbam mend si quhej Livadhin gjaf zotaj, po këta ishin që po bënin atë. Në Durana tek park, po. Po i quhej Livafut, se. Pra emra ta e vën të bukur, pa ishte Livaf. Një Livaf. Kjo është një gjeta një proces. Nuk ishte, vazhdon tjetë. Po. Madje kemi amendim të ligjit që të lejohet parku virtual. A i Livavi ne na ushit si teknologjia fjalës fundit. E gjitha kjo është... Si inteligencë artificiale këtij vendi. Një Livaf me një fjali një fjali sepse që ta kuptoj, që më tepër po kujtesëm ta kuptoj publiku me çfarë sfere kemi të bëjmë dhe deri ku kanë shkuar. Dhe pse ja kërkojmë SPAK-ut që ta thelloj drejtjetimi këtë radhë, sepse i ka kapur me presh në dorë. Dhe po tërheqesh fillin të radhë, filli të çon drejt në bulevardit të Shmorët e Kombit. Urojmë që mos dalë në një tapresi rrugës dhe ta filloj fraksionet, se aty të duket. Por në rastin konkret, me qenë se janë sekuestruar, thash rreth 7 milionë euro, janë kapur kaq shumë prona, janë kapur dokumentacione, filmime, dëshmi, kanë marrë deklarime. Pra, është më e lehtë se herët e tjera për të shkuar drejt finalizimit dhe drejt një çështje e cila thash na zbërthen komplet se funksionon sistemi. Pastaj aty brenda ka element shumë interesant. Ergysa Agasi nuk është kapur dhe është në mbrojtje, dhe është brenda territorit të Shqipërisë. Kjo është e verifikuar, është brenda territorit të Republikës Shqipërisë. Dhe duke qenë brenda territorit të Republikës Shqipërisë, Ergysa Agasi është njëkohësisht edhe kërcënim për ata që ka patur sipër, po edhe problem për ata që ka poshtë. Dhe ata që e mbajnë sot dhe i garantojnë siguri, nuk do t'i afrojnë këtë pafundësisht. Kur shikojnë që nuk ka më shpresë të dilet nga kjo
situatë dhe për fatin e tij të keq Ergyll Sagasi di më shumë se ç'duhet të dinte dhe ka filmuar më shumë se ç'duhet filmonte, se ai nuk ka filmuar që do i kapte ditë prokuria ato. Ai ka filmuar, ai ka përdorur për tjera që ai na ka dëshmuar ne si një sond që ka hyrë në thellësi të pushtetit dhe na ka treguar se si ky pushtet ekzekutohet dhe se si ai arrin të mbijetojë pa psuar, madje të kaloj nga fitoria në fitore të maksimalizojë. Edi Rama e ka hequr tendrat Akshit. Si zhvillohen tani ato po? Me dy fjalë. Akshi funksionon, jep tendra më. I ka kaluar të drejtën me ligj një kompanie që do të... Tash ka ndryshuar skema ynë. Pra, çfarë bëjmë? Deri tani kemi parë, tendrat i bëjnë ministrit, i bëjnë këto agjensit, që kanë që varen nga ministrat, varen nga tani ka krijuar SHA. Ka krijuar ndërmarrje. Jo, nuk ka më. Siç bëj agjensim të Akshi është autorizuar që të themelojë një kompani bashkë me një operator privat, të cilët do të zhvillojnë dhënien e shërbimeve për të gjitha agjensitë publike. Kjo do të thotë më pak transparencë, sepse minimalisht për kompanitë publike, transaksionet që bëhen tek palët e lidhura nuk bëhen përmes tesarit të shtetit dhe ne do të kemi sërish zhvillimin e tendrave, por nuk do të marrim vesh se kush ka qenë kontraktori apo nën kontraktori. Ministra e të tjerë do të drejtor atje. Pra, domethënë nuk është Akshi, është krijuar një mënyrë, është krijuar një mënyrë tjetër, thoni ju, për të... E vetmja e mirë është që janë hequr kompetencat, por çfarë ka të bëjë me sistemet e sigurisë dhe të dhënat sensitive. Se imagjino tani që edhe të dhënat sensitive të ishin në dorën e grupit të dyshuar. Është krijuar ajo e armatimi, domethënë janë disa ndërmarrje të tilla që do të xhirojnë parat publike dhe do kenë drejtor në fund të ditës ndoshta fajtor për ndonjë tender. Po jo më zyrtar të lartë ministra. Kulla në Imarë golemizohet edhe jugu. Kemi pik tjetër, që do ta kemi shumë shkurt këtë, për shkak se zgjatëm 40 minuta në këtë moment dhe kemi edhe dy çështje tjera të kjo pjesë. Të nderuar të shikues, ju e dini tani që golemi, Shqipëria mund të mburet dhe mund të thotë fjalë të mira për Bregdetin që ne kemi, por nëse për shembull edhe pjesa tjetër që ka mbetur gjysmë virgjër apo e virgjër mund të themi, golemizohet, bëhet si golemi, do të thotë që ty bëhet një geto që nuk ka më vlerë në... Por ç'po ndodh? Zonja Xhama, kullat mbritën dhe në Bregdetin e Jugut, konkretisht në Potam të Imarës, që është ngjitur me Imarën, me sa di unë, sepse kam qenë aty disa herë. 2 minuta në këmbë. Sa kulla janë miratuar, kush i ndërton dhe nga vinë parat. Këtu jemi në Imarë. Ajo është në Potam ku kemi qenë aty ku shuri ftohtë. Jo, kjo është bregu i asaj. Kjo është Potami. Potami, ky është Potami. Imara është Potam. Te shkëmbi e tutje. Potami është tu. Te shkëmbi dhe tutje është Imara. Këtej është. Po pra këtu është ai ku vinim shpesh në Po Potami, po. Ju keni shkuar te mos e shku te Jorgo Goro, apo jo? Jo Goro, jo. Ai tjetri pra që Beleri aty e kishte lokalet. Te Beleri e kishte për ta ndrejt. Beleri ka më tan. Këtu Beleri ka afër qendrës. Këtu nuk e ka më. Jo, tjetër, jo të jo sushi. Ti e ngatron me sushi. Jo, sushi është në afër qendrës, afër bashkisë. Kurse kjo është lagja Potami. Po pra kush u ftohet tani që ftohet edhe uji detit për shkak të ujrave që dalin. Ajo është në fund. Dhe aty është një si resort i mirë. Është Rapos. Raposi. Për reklam. Ngjitur me Raposin, po nuk i bëjmë reklam. Ai shef të këtu, kjo objekti, këtu. Pra aty është. Këtu më poshtë kësaj. Për çfarë do ndërtohet tani këtu, Ola? 6 kulla, apo 4 kulla, ndjesë. 4 kulla me 16 kate, mbi tokë dhe 4 kate nën tokë. Kjo ka një problem edhe nga ana estetike, sepse stënon, po të kesh parasysh tendencën e zhvillimit që ka Imara me përjashtim të një pallatit kuq. Njëjti njëri bën këto të gjitha, po. Dhe ka një kontradikt shumë të madhe, po. Kullat. Ai që jep vizionin e njëjti është gjithmonë. Jo, Rama më them. Kryetari KKT-s. Unë po them kush e bën shumë vite përpara. U ndërtuan 2 peskace atje në Himar, edhe u bë problemin më madh sepse në Himar ndërtohet pallat peskatesh, Koçko Gdhima ndërton aty. 9 kace më duket. Dhe ishte 2 9 kace. Është ai matan brenda Himarës, brenda Himarës. Brenda bashkia, pa shkuar. Të ndërtosh 16 kate në një Bregdet që ti e konsideron Bregdet edhe luksi, që do kishte ndërtesa të vogla.
do kishte hapësirë më të madhe. Je kontradiktor se po përqafon. Dhe vijon nga këtu, vijon dhe në Sarand, edhe me kullën Sarand. Pra gjithë pjesën e jugut do fillojnë kullat e larta. Që ka interes të madh për blerje në Bregdet. Në Sarand kanë blerë dhe shumë të huaj, është e vërtet. Dhe çuditërisht vëre sot unë, nga që lëviz shumë në Këmbë Bushat, dhe veçanërisht në Tiranë, s'po flas në Durrës për shembull, që për shembull një ditë, një të diel, pa shumë izraelit të panumur në Bregdet. Kanë ardhur këtu se është dhe lufta, po në Tiranë për shembull ka vetëm të huaj, po në Bregdet blen shumë njerëz të huaj. Nuk kemi statistika për S'kemi, këto. Për shembull, ka shumë probleme dhe në raportimet që bën Banka e Shqipërisë lidhur me investimet e huaja në blerjen e pasurive të patundshme, sepse që të klasifikohesh investitori huaj do duhet të jesh kompani. Tani në lejet që je për kulla, Këshilli Kombëtar i Territorit, unë nuk kam parë, domethënë kam parë gjithsej vetëm 3 leje ku ka bashkë aksioner të huaj. Jo që të jetë 100% kompani e huaj. Ke dëgjuar ndonjëherë ndonjë kompani e huaj që të vinë në Shqipëri dhe të ndërtoj kull, të ndërtoj hotel, ne marrim me qira emrat e hoteleve të huaja. Nuk kemi asnjëherë investitor të huaj. Dhe thuhet që janë 500 milion euro. Tani praktikisht edhe këto 500 milion euro që kanë ardhur në vitin 2025 dhe klasifikohen si të ardhura për të financuar real estate ndërtimin në Shqipëri, pra për kontratat e porosive. Jo domosdoshmërisht do të thotë që janë para të pastra, se përse duhet që një huaj të vijë dhe të blejë në Shqipëri? A është një investim që ta për sa vite ta kthen? Jo, blen. Si bëhet kjo? Në Sarandë unë e di që blen. Polak, Ukrainës, Ukrainës ka një debat, shiko, Ylli, ka një debat të madh se kush po financon ndërtimin, kush po financon ndërtimin në turizëm, kush po financon ndërtimin në Tiranë. Ta mbaroj këtë se unë më ngelen gjithë fjalit për gjysmë edhe pashtu edhe mos më pyesni, por që atëherë ka një debat të madh, por me qënë se barën për të mbrojtur që ndërtimi nuk është një sken krimi dhe që ndërtimi nuk është i kapur nga krimi apo lavatriçe e pastrimit parave të pista, e ka marrë kryeministri ka dhe agjensit shtetërore, të cilat kanë dhe të dhënat si kadastra, si zyrat notariale që raportojnë çdo transakcion, tek tatime, të gjitha, që të shojnë kartën e identitetit dhe shtetësin e blerësit. Dhe ti marrin të nxjerrin me statistika. Sa janë të huaj, sa janë shqiptar. Jo di unë 2 në Sarandë, jo di unë 3 në Tiranë, jo di unë një emigrant që ka ardhur. Kjo nuk është statistikë. Për sa kohë ty volumi i ndërtimit në vit të nxjerrë në treg 8 deri në 12.000 mesatarisht apartamente të reja vetëm për Tiranën, atëherë nuk mundet dot që ne të bëjmë statistika me 3 veta, 5 raste, apo se nxjerrin një agent imobiliar në intervistë dhe thot po ka interes nga Dubai, me qënë se ka nisur lufta. Asnjë nga këto nuk qëndron. Barën e statistikave e ka në dorë qeveria. Kjo është e para. U tha fillimisht që kanë interes shqiptarët sepse ju janë mërzitur shtëpitë e vjetra. Dolën që janë 52.000 apartamente bosh, me të dhënat e censusit, sepse kur nxora unë ato të dhënat e faturimit energjisë elektrike, thanë jo se janë të vërteta, jo janë biznese, nuk është bërë ndarja në rregull. Pastaj thanë që kanë para shqiptarët edhe duan shtëpi të dyta. Doli nga statistikat e Bankës së Shqipërisë që vetëm 4% e familjeve të shqiptarëve kanë të ardhura mbi 2.000 euro në muaj. E di çfarë do të thotë kjo 4% e 730.000 familjeve veç që ka Shqipëria? Asgjë. Kjo do të thotë maksimalisht 5.000 të pasur. Po kush i ble këto 50.000 apartamente që do ndërtohen në kulla? Pra, vetëm në Tiranë për kulla janë dhënë 5 metra katror. Paguem mirë, jetoj mirë. 5 milion. Pjestim për 100 metra katror një apartamenti, i bie 50.000 apartamente. Të duhen 50.000 të pasur që të blenë një apartament 500.000 deri në 1 milion Nuk e blen dot Ylli, po zonja Karçanaj kishte 3. Jo, nuk e ble dot. Janë dhe parat ku po të dalin edhe të dosit e sfatë. Kush po ndërton në Shqipëri? Kush po ndërton në Shqipëri ishte visi pojës në zonën e Farkës, në tokë që kishin marrë fshatarët, i kishin bërë sikur... O zotëri, problemi është që ti tani metri se ka shkuar aty, pa u ndërtuar, edhe pse ndërtohet kaq shumë, ideja që po ndërtohet kaq shumë, ka shkuar aq shumë sa është një lemeri shumë e madhe. Nuk e di, po, a ndodhë Hoxha dhe Bushati të treju, do me të nga 2 fjali, apo golemizohet edhe jugu me këto shenja? Nisja në jug është bërë pra në Rivierë, se ajo është pasuria më e çmuar që kemi ne e turizmit. Ka filluar nga rrugët e Bardhën, Palas, nga resorti që është aty. Me qërë? Pra,
ka nisur aty, se ajo ishte zona me shtrenjtë, është shkuar në Drimadhes, nga Drimadhes është lëvizur në Jalë dhe normal që të vinin Himar. Andaj Matan është gati, plazhi më i madh në jug të vendit është në Borsh. Borsh është akoma pa investuar. Është i vizh. Por aty do të jetë projekti më i madh me sa kam parun deri tani. Të larta se është shumë Sepse ka një vijë bregdetare 5 kilometra. Përveç thellësisë. Dhe nuk ka asnjë investim. Qeparoj e kanë bërë një shëtitore, por Borshin e kanë lënë që ta blenë, e kanë blerë një. E çfarë ndodh në Borsh? Në Borsh. Kam çdo vit aty, kështu që ata që kanë aksesin te Akshi kanë parë hartat dhe dinë që atje ka shumë njolla tokë shtetërore e pandar. Kanë shkuar i kanë rrethuar tokat shtetërore, kanë vënë dhe një kapanon të vogël atje që satelitit tjetë të tregoj që është e zonë, që ka objekt. Dhe pastaj do t'i përvecojnë gjitha këto hapësira dhe si që ndodhi pylli këtu në Qeha lartë, do legalizojnë dhe ndërtimin dhe mbi të, duke konsideruar pronë të tyre, do fillojnë ndërtimet e tjera. Dhe Borshi do kthehet në një masakër mbas Palasës, Dërmiut edhe Vunojt. Si që shkëtyrë, po themi dhe Malizi, po ta vëshre, ndryshe nga 5-6 vjetë më parë, ose shembulli për të marrë. I gjithë bregdeti, në asnjë mënyrë, jo. Ai nuk është. Ta kalën vetëm shpinën e mbretit aty. Që ta mbyll të pjesën e Himarës. Jo, ajo është pasuri që po u prish në këtë mënyrë, kjo ju. Unë e prisja të ndodhte kjo gjë, që në momentin që kryeministri e kërkoi me çdo kusht Bashkinë e Himarës dhe për të gjetur një personazh i cili të ishte i pranueshëm edhe për te detit, pra Korfuz dhe tutje, ai çoi Vangjel Tavo. Dhe në moment që aty shkoi Vangjel Tavo, i cili e njeh është edhe biznesmen, ka kaluar biznesmeni, politikan, i ka lidhjet edhe këtej vende. Vendalia apo jo? Po, ai Vendali, unë se di që është Vendali, unë e di që është nga Dropulli, nuk e di që është ande, nga Frashta. Por e prisja që do të ndodhte kjo gjë. Dhe në këtë moment unë prisja kulla më të lartë në fakt, sepse... Mi gjesh me të prisja ti? Sepse kryeministrisht e ka thënë hap të azin dhe një takim, që tha ne tokë nuk kemi, ajër kemi sa të duash. Pra ti mund të angresh në kate sa të duash. Dhe të ndërtosh në atë zonë, 4 kulla, ti praktikisht e ke parasysh në azën e Himarës. Që syet më në Himarë, e kam blokuar. Ati nuk është astrual në fakt, është ullishte, kështu që... E kthejnë ata, pse qa ishte Rrugët e Bardha? Rrugët e Bardha, qa kishte, një repart ushtarakat, edhe bunkerët e Enverit. Sot është propagandohet si pjesa kryesore e turizmit shqiptar. Kush i bën këto kullat? Kullat në Himar është kompania Eldino SHPK, kupronare është një 23 vjeçare, Gabriela Dino, është ekonomiste, rezulton me pak 600.000 lekë të vit. Gabriela Dino, rezulton që tjetë kupronare. Gabriela, shumë në rregull e thash. Mos kërko tani, Ylli. Edhe ndoshta kam filluar të mos dëgjoj mirë unë. Ylli, mos kërko që në këtë moment kush është mbrapa kullave. Po kush është mos del leja? Gabriela që thot kjo tani është 23 vjeç. Po Dorot vije skavatori më burr. Ajo është te dokumentat. Ç'a tham ne deri tani? Pra vjen i pari, bën gati letra. Vjen i dyti nxjerr leja, vjen Gabriela është deri tani. Nuk e dim. Dhe kjo kompani është edhe bashkë aksionere dhe në një projekt për të ndërtuar 7 kullat e... Jo, 6 kulla, 17 katëshe tek Diga Liçenit të Tiranës bashkë me një kompani Building SHPK. Nuk është problemi kush ndërton kullat. Veç 6 që mblidhen kështu si... Ylli, më fal. Për që mblidhen në këtë mënyrë ka dhe... Ka dhe një linjë ndërtimi për kulla në Tiranë. Dhe 7 tjera aty. Po, është bashkëortake me një tjetër kompani. Që aty më mirë të prishin digën pasaj, se s'kalon më ujë. Poshtë. Ati është rrethuar gjithë diga, e ke pa që bëhet e diga. Ishte parkingu i bashkisë. Nuk është rrethuar bëhet pallat. Nuk është problemi kush ndërton kullat. Problemi është kush i jep lejet, se ne s'kemi votuar për ata që ndërtojnë kullat. Ne kemi votuar për ata që duhet ta mbrojnë territorin, duhet të kontrollojnë dhe të zbatojnë ligjin. Ne këtë kemi problem. Ky që i jep se ti po t'i lësh të ndërtuar që kemi ne, ata ndërtojnë ku të kenë mundësi, mund mes liçenit. Puna është kush i miraton këtë lejë. Dhe ne dim që lejat i jep kryeministri sipër, nuk i shpëton gjë atij. Po është mbi 10 kate, i jep kryeministri, mos lodhemi kot. Bodinaku më shkruan, domethënë Ylli thotë sudje të jetë gjë e vogël para piramidave të ndërtimit. E ke gabim Bodinak se po ti marrësh nga bankat bëhet luska, ndërsa kur i paqton, i rregullon, i bën të pastërt ato, nuk para... Po ka dhe financime në bank.
Ka? Nuk parashikohet do të fluska, ylli, por... Do shta e kam gabimun në ndjes. Por ajo që dihet është që ndërtimi në Shqipëri ka rrëzuar shumicën e terrorizmit ekonomik. Pra, ore nëjnë pastra, para që pastrojnë hajde kush e shikon, nuk po, është ndonjë. a golemnizohet kjo, them, po bashtu s'ka nevoj me pastaj. Po kjo është pyetja. Kjo është pyetja. pra? Do me thënë, se njeriu bën pyetjen fillestare. Për shembull, ti po të shofësh lungomaren e Vlorës, për mua unë kam thënë është një nga gjërat e mira që ka bërë Edi Rama gjatë qeverisjes tij. Dhe Edi Rama e di që aty ka lënë një gjurmë të mirë. Pse po të detyrohet dhe në Vlorë të ngrej kulla dhe Gradaçela? Pse po shkon dhe një marë, pra një njeri që nuk i thua që është haldup s'ka shije estetike, nuk mund të akuzosh Edi Ramën që ore je kriminel në mëndësi dhe do kur ti kështë ta lësh shkatruar këtë vot. Atëherë pse bën kullën një marë? Ka një problem. Për t'i dhënë përgjigje kësaj mendoj unë, duhet shpjeguar si mbahet në këmbë sistemi Edi Ramës. Edi Rama ka zgjedhur ta zhvilloj Shqipërinë pa ekonomi prodhuese, pa investime tuaja të mëdha. E vetmja gjë që mban sistemin në këmbë, që sjell ato që thot Ola aparate zeza në Shqipëri, janë ndërtimi i kullave. Në Tiranë është prag kolapsi. Në Tiranë çmimet, pavarësisht se këta po i mbajnë me pompë, po bien apartamente bosh sa duash, dhe prandaj masakra që u bë Tiranës, po tentohet të transferohet nga Vlora në Himar e më poshtë për të mbajtur në këmbë të njëjtën ekonomi. Kështu që Edi Ramës po i ra kjo, pra po i ra fluksi ndërtimit, i bie dhe komplet shtylla që mban këmbë. Dhe prandaj po e shofësh ti, a i del bën që parat e shqiptarve si Saliu dikur janë të pastra, këtu nuk pastrohen para, po vinë këta nga Dubai, nga që Dubai është në krizë, po dyndel... Si doktori atere që edhe sud, parat e sudës e këtojnë zirë dhe fare të pastërta. Kështu që në këtë kuptim, Edi Rama duke shkatruar me kulla nga Riviera e Vlorës deri ke Himarës, e ka kushtin e detyrueshëm për të mbajtur në këmbë regjimin e tij, përsa kohë dhe Spaku ja lejon një gjë të tillë. Sepse Spaku nuk hyn këtu, harrohet. Në këto ndërtime thuhet. Te pikat ku preket thelbi i regjimit, Spaku na ke gjumë. Se ne folëm për dosjen e Gysa-Gasit përpara. Po ore del Belinda Balluku, del Erion Velia, del Gysa-Gasi. E disim duket më ky Spaku nga herë, si ai doktori që të shëron plagën, po as ta kërkon pasojën. Ore pse na dalin ai dut në gjithandej? Ti mos shëro plagën. Spaku, pse dalin ai dut gjithandej? Jo, Spaku nuk shkon deri atje ku duhet. Në shumë dosje nuk ka shkuar deri në fund. Jo, po e kisha që vepra e pastrimit paras është më e vështira për të provuar. Edhe do duhet pastaj, domethënë nëse i gjithë ndërtimi apo shumica apo përqindja më e madhe financohet me para të pista, i bie që të kemi gjysmën e administratës prokurori që të bëj hetime, prova, letra, shkresa që një rast mund ta jo të gjithë, një rast vetë. Spakut na kanë vërtetuar si tek çështja e grupit Çopja, si te shumë raste të tjera korrupsioni që ndërtimi në sektorin kryesor pastrojnë parat. Dhe paktën tek këto hetime na kanë dalë që shumica e parave tu bashkojmë me Andi nuk ka na thoi një rast. Po mbarova Ola tani se punë se mbarove. Po thuaj pra çka kishe. Po se dëgjove prandaj. Po se dëgjova se me që ti dëgjojnë mirë, disa kuptojnë mirë. Me që ti the që ka ardhur edhe në vend të Klodit, po mbron dhe Spakun tani. Po mbron Spakun, po thoja. Bere pak. Dakor. Është punë e vështirë. Jo. Po mirë bën ndihmon në shoqën. Unë jam kritike që nuk i ka shkuar shumë çështjeve deri në fund, po thoya që vepra e pastrimit parave. Jo, se shoh. E di pse ju se shoh ca mite që thon këtu pastrohen para, të marrim t'i vëmë shiritin të gjithave, po nuk ka asnjë vend të botës. Ti ke agjenci të cilat e parandalojnë, të raportojnë, po u hap trau siç ato agjenci janë bërë për ta lehtësuar futjen e parave të pisës. Të parave, se kesh pastrim parave. Kalojmë te është keshin dhe këto. Ka investim. Këtu është hap trau, hajde futni atje. Është si puna zgjedhjeve. Edhe të zgjedhjet nuk gjeten asnjë rast.
edhe të ndërtimi nuk gjenë një rast. Shkundet Të policia... ndërtimi, ke mediat, ke vjedhja e votës, pra 3 shtylla, 3 kolona që mbajnë pushtetin e E futën strishën tela, Pakun e ke gjumë. e futën strishën tjetër këta. Shkundet policia e shtetit. Ç'po ndodh? Zoti Hoxha, ditët e fundit janë bërë ndryshimet shumëta në radhë të drejtuesve të policisë shtetit. Ç'janë këto ndryshime? Dhe çfarë synojnë ato? Janë thjesht rutina, po synohet vërtet një strukturë e re në krye të policisë shtetit. Ka ardhur drejtori i ri, ai tani ka bërë ndryshime të tjera. Skënderita. Edhe pastaj të flasim dhe për aksionet që ka nisur. Çfarë është kjo? Por çdo drejtori i ri që vjen në detyrë, kur vjen bën një rokat tillë. Bën një ndryshim sepse normale i do njerëzit e besuar ti për të bërë detyrë. Në rastin konkret, zoti Hita është një drejtor që ka qenë pra si drejtor qarkun, ta nga qarqet më të vështira. Dhe e njeh mirë, nëse ka ndërmend të bëj diçka, e ka mundësinë për ta bërë. Sigurisht, jo për të shkuar deri në fund se pastaj duhet fermani nga lart, se nuk shkon dot deri në fund atje se për sistemin. Por deri tani në ndryshimet që kam parë dhe në veprimet që ai ka bërë, ai ka nisur 3 aksione, të cilat kanë dhënë një impakt të dukshëm dhe kanë dhënë shenja pozitive. Uroj që ta mbajnë dhe gjunjët dhe fuqit për të shkuar deri në fund tyre, sepse nuk është gjë lehtë aty ku është futur ai. Dhe çka ka bë? Pra, duke qenë drejtuesi lart policia, ai e di se si mbahet në këmbë policia dhe si korruptohet policia. Dhe aktivitetet kryesore që ne kemi thënë prej vitesh tek ty janë lojrat e fatit, call centrat dhe korrupsioni rreth policisë. Ai ka evidentuar së pari një shqetësim që kanë qytetarët, që është i përditshëm, janë patrulla e policisë në rrugë, që rrinë si tuba ata të fshehur mbas në ikthese. Ka vendosur që të mos ndalohet ecja e qytetarëve, mos dalin më patrullat që i pengojnë qytetarët cep në cep. E para, e dyta, nëse dele radarit, mos ketë policë mas radarit. Radari punoj automatikisht. Pra, që mos ketë më ndërhyrë, mos ketë mundësi, edhe qytetarit mos bezdiset, mos jetë as mundësi arbitrarit tretit dhe as e korrupsionit policisë. Tjetra, call centrat janë një shqetësim i jashtëzakonshëm. Shqipëria është një problem shumë të madh me vendet e Bashkimit Evropian. Nuk ka ngelur polici pa hyrë këtu brenda dhe pa evidentuar që nga këtu janë vjedhur qytetarë të Bashkimit Evropian. Edhe rasti i fundit që ishte sot, pra që ishte rasti i Francës, por dhe rasti i javës kaluar, dhe një nga urdhrat që ka dhënë drejtori i përgjithshëm është edhe kjo është e dukshme, një aksion që ka filluar ndaj disa call centrave, të cilët deri tani kanë qenë të paprekshëm, kanë qenë në mes qytetit, e dinin gjithë që ku ishte. Dhe policia e shtetit është akuzuar si e kapur. Patjetër, jo policia e shtetit është akuzuar, por policia ka qenë pjesë se nuk ekziston, nuk mund ta mbash dot call center pa bashkëpunim me policinë. Nuk ekziston mundësia që ti ta mbash. Sepse në një objekt që hyn 80 apo 100 veta, si mendon ti që se marrin vesh policia se ç'a bëhet aty? Pra, Tu merret vesh me një, kur një. Dhe duke qenë sasia e madhe e parave që aty kalonin, prandaj policia ka qenë garantuese e këtij lloji aktiviteti. Në rastin konkret, kam parë disa operacione që drejtori i ri ka marrë përsipër, inshallah i shkon deri në fund dhe ka seriozisht, ose inshallah nuk ndodh që mbas 2-3 muajsh po ka bërë dëm të madh atë mund ta shkarkojnë, ose ta vetë dorëheqin. Në këtë histori sepse thash është industria e rëndë. Dhe tjetra është industria e lojave të fatit që kemi kaq kohë që flasim pafundësisht. Edhe aty ai ka dhënë një orientim që kush është i përfshirë nga drejtuesit lart policisë, jo se se diej, po u ka dhënë një mundësi atyre që janë që t'i godasin vetë, pikërisht objektet që ta kanë patur. Rasti i Milotit, i Laçit dhe i Lezhës dhe raste tjera që janë bërë këto ditë në Qarqe dhe në jug, po dhe në kryeqytet, po dëshmon pikërisht këtë gjë, që ai minimalisht po mundohet të lirojë policinë nga akuzat që ajo ka deri tani për këto aktivitete të cilat xhirojnë sasi jashtëzakonisht mëdha parash dhe e korruptojnë deri në palc policinë e shtetit. Thash është në ditët e para, sa do ta lënë, do ta shohin, deri ku do shkoj është një gjë që po ashtu do ta masim, por premisat deri tani duken pozitive për këto 3 aksione. Pastaj, a ka aty problematika? Sa të duash, a duhet zgjedhë ky dhe si duhet i zgjedhë njerëzit dur dhe ai ka të gjithë njerëzit nga mbrapa. Kjo është një gjë që mbetet ta shohim. Pam një zhvillim sot, për shembull më troqi vëmendjen, por me sa duket nuk varet nga drejtori i përgjithshëm. Për shembull, drejtori i AMP-s, agjencia e mbikëqyrjes policore, u zvendësua me drejtorin e përgjithshëm të burgjeve. Meqense ministri i drejtësisë
ish ministri i drejtësisë. Erdhi nga ministri i drejtësisë te Ministria e Brendshme, ka punuar me drejtorin e burgjeve atje, i cili nga radha e policisë ka shkuar atje. E si duket e ka marrë atë, e ka tërhequr aty dhe i shikon atë si bashkëpunëtor më të efektshëm në atë që ai kanë plan Zhabina është në lidhje, për të zbatuar. ndihmoni me Zhabinën që po ka gjë për këtë Dhe për këtë pikë. Ja? Zhabina, dhe fjali do të kisha të fundit. Po bashkë lidhje. Nëse këto ndryshime që po bëhen në këtë moment, se akoma nuk kem, se janë të para, do të kenë të njëjtën, edhe do të veprohet në të njëjtën mënyrë siç është vepruar herët e tjera, që thjesht i kanë qarkulluar, ato të Kukësit e kanë çuar në Vlorë, ato të Vlorës në Përmet, ato të Përmetit e kanë çuar në Shkodër, atëherë efekti patjetër që do të jetë negativ dhe nuk se do kemi ndonjë rezultat. Por më tepër që kemi zgjedhjet përpara dhe policia i shtrëngon shumë radhët kur kemi zgjedhje. Kur hym në vit zgjedhor, është ai atje lart që nuk të lë dhe policia është cep më cep të vendit, gëmush më gëmush, për ta mbajtur situatën në kontroll dhe për mos patur surpriza që mund ta shkaktojnë ndonjë dëm aty lart. Zhabina? Atëherë zotëri ekipi, në pamjet parë kjo vendmarrje e drejtorit të ri të policisë së shtetit duket si një përpjekje për të rifreskuar trupën e policisë në mënyrë që ajo të jetë shumë efikase. More gjia pak që të jetë i plotë figura balli poshtë. Në luftën kundër atyre fenomeneve që vetë zoti Ita i ka përcaktuar si shumë të rëndësishme në krye të policisë së shtetit. Por nëse këto ndryshime do të vinin pa një sukses konkret të zotit Ita në këto drejtime, atëherë ky do të ishte një rotacion i zakonshëm që ndos sa herë që kemi një drejtor të ri të policisë së shtetit. Por sigurisht që këto ditë ka lëvizur diçka në policinë e shtetit, të paktën nga komunikimet që kemi pasur, dukshëm që është bërë një institucion më i besuar, pasi në adresën e personale të drejtorit të ri të policisë së shtetit kanë mbritur kallëzime ose denoncime konkrete sa i takon fenomeneve të tilla siç janë ato të basteve sportive, por edhe ato të lojrave të fatit të palishme. Dhe këto aksionet e fundit janë pikërisht për shkak të këtyre denoncimeve që kanë bërë vetë qytetarët. Dhe kjo është një, po them, një nisje shumë e mirë e drejtorit të ri të policisë së shtetit. Por ajo që është një sfidë shumë e madhe që kam përshtypjen që do të jetë e vështirë edhe për Skënder Hitën, duke qenë që është drejtori i ri i policisë së shtetit, do të jetë pastrimi i policisë së shtetit nga elementet të cilët kanë bashkëpunuar me krimin organizuar. Dhe se si kjo do të ndodhi, kam përshtypjen që do të jetë pak e vështirë, por në dijenin time, për shkak të informacioneve që kam marrë ditët e fundit nga policia e shtetit edhe nga drejtoritë shumë të rëndësishme si në Durrës apo Elbasan, janë lëvizur drejtues policie apo efektiv policie për cilët kishte dyshime se mbanin kontakte me elemente të krimit organizuar. Pastaj janë referuar këto informacione në prokurinë e posaçme për të zhvilluar më tej hetimet, unë nuk mund ta them në këtë moment, por di të them që disa veprime konkrete janë marrë nga drejtori i policisë së shtetit, por sfida më e madhe e tij do të jetë pastrimi i policisë së shtetit, që në këndvështrimin tim do të jetë shumë i vështirë. Do të jetë shumë e vështirë, thoni ju. Kështu thotë kolegu. Atje është sfidë jashtëzakonisht e madhe, sepse mbi të gjitha që ta arrish atë gjë dhe të kesh rezultat, duhet të kesh një mbështetje edhe duhet të ketë vullnet politik. Pra ti nuk mund t'i lëvizësh dot kryeministrin drejtorin e qarkut, në rast se ai ka ndërmend që në atë qark do të fitojë 5 nga 5 bashkitë që janë atje. Prandaj është ndërthurë dhe policia e shtetit është shumë e rëndësishme në proceset zgjedhore. Nëse kujton në zgjedhjet e fundit, task forca e SPAK-ut hetoi vetëm çai çoi policia e shtetit. Dhe policia e shtetit i çoi një militant të PD-s në Lushnjë që pagonte sipas dosjes që unë pash në SPAK 500 euro për ble vota. Dhe unë se kuptoj si ishte mundur që opozita ble vota me 500 euro dhe humb zgjedhjet. Ose ata përfaqësuesit e partisë Tom Doshit, që ishin nën hetim dhe u vunën në hetim edhe në Fier, edhe në Shkodër, edhe në Korçë. Dhe ndërkohë Tom Doshi në fundit 3 mandate mori. Ku shkoi balanca? Çfarë ndodhi në vend? Dhe vetëm aty s'patëm hetim. Dhe vetëm aty task forca nuk dha rezultat, dështoi, po asnjëri mori përsipër. Ata ambasadorët që na garantuan që task forca do bënte namin, në fund
firmosën ato projekte, se që projekte ato gjitha që i financohen vetë ata, edhe bën një raport dhe thanë, shiko, ne nuk e kapëm dot, se nuk na ndihmuan këta me denoncime. Ti je aty për ta kapur pa denoncim. Po, vetëm ato që jep media, dhe ligji e ka të përcaktuar qartë, që ti e nis një hetim kryesisht, s'ke nevojë për denoncim. Çfarë denoncimi do ti? Në rast se ti je shef në një media, automatikisht ti thret atë që ka bërë materialin, bën vetë një verifikim në terren, se e ke policinë gjyqësore, dhe ja ku i krijove lëndën për të nisur një hetim. Kështu që pa tjetër që kjo është një sfidë, unë e quaj sfidë dhe sukses madh, po arriti të disiplinoj këto industrinë e lojrat fatit dhe call centrat, se është industri e pastër kriminale. Sot një nga mjetet që financohet bota e krimit dhe mban territorin në kontroll, është industria e lojrave të fatit. Janë qindra milion euro që është lënë në dorë atyre dhe shteti shqiptar nuk përfiton as një qindark. Përveç se me këto para korruptohen agjencisë së zbatimit ligjit, korruptohet policia, korruptohet gjykata, korruptohet policia, korruptohet shërbimi informativ dhe mbi të gjitha ata që kontrollojnë industrinë e lojrat fatit janë dhe partner politik në fushatën elektorale. Dhe ne i kemi krimit organizuar pra një biznes qindra milionsh që ata të bëjnë çfarë të duan. E njëjta gjë me call centrat, a kupton tani që ne kemi përfunduar, nuk ka ngeli shteti i Bashkimit Evropian, që nuk është futur në territorin tonë, vjen policia spanjolle, 20 trupa të Guardia Nacional dhe bastisin një pallat mes Elbasanit nga Papafingo sipër e deri poshtë në garazhe. Pra gjë që nuk ndodh në vend tjetër. Dhe si është e mundur dhe pse ka ndodhur kjo gjë ka ndodhur sepse implikimi dhe korruptimi ka qenë për masa të frikshme. Dhe sasia e parave që ka lëvizur aty, me të vërtetë ka qenë kaq e madhe sa sot vetëm 4 qytetarë francezë ishin grabitur nga një shqiptar në 800.000 euro. Pra vetëm 4 qytetarë që kishin denoncuar. Po sa mund të jetë volumi që është kryer aty, sa call center kemi ne në qarkullim edhe në aktivitet, ende dhe sot nuk ke një statistikë, si këto statistika që kërkoj. Edhe gjitha janë të nisura me hetime dhe letër porosit huaja, nuk është se kemi hetime të nisura nga policia. Se janë vetë brenda. Dhe kjo tregon implikimin e forcave të policisë, përsa kohë që ka rast, ka hetime, madje edhe në vlera qindra milion euro ma shtrime. 2.2 miliardë është rasti i Amanti Osifit dhe strukturës që kishin ata, onde në 2.2 miliardë. Mund të them një koment vetëm për çështjen. Se call centera duken sikur janë këto që shesin produktet e dyshek. Në fakt janë platforma mashtrimi që marrin qytetarët dhe thonë investoni në bursë do fitoni dhe do bëheni të pasur, dhe janë qytetarë europian dhe marrin të gjithë paratë dhe kursimet e atyre. Nga ajo që shohim tek emrat që kanë dalë tek arrestimet apo masat e sigurisë dhe letër porosive që kanë ardhur, një pjesë madje janë edhe bashkërtak edhe tek kompani në platforma investimit të licencuara nga institucionet shqiptare dhe nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, dhe duhet që hetimet të mos kufizojnë vetëm që kapëm këta persona që kanë mashtruar spanjollët, austriakët, gjermanët, francezët, por duhet të shohë edhe përgjegjësinë institucioneve shqiptare që i kanë lejuar këto, dhe tjetra ajo që është më e tmerrshme, edhe që kërkon verifikim, është edhe një denoncim që ka bërë deputeti i Partisë Demokratike Belind Kliçi, që persona të përfshirë në skemat e mashtrimit në Austri, në një skemë mashtrimi me vlerë 200 milion euro, rezultojnë përfitues fundor tek një bankë e cila pritet të licencohet, një bank online e regjistruar në Qipro, që është një shtet me jurisdiksion offshore, dhe që ka marrë miratimin para prag. Dokumentat që zoti Kliçi ka nxjerr janë të autoriteteve gjermane, kështu që i bie që dikush shumë i rëndësishëm apo vetë shteti gjerman është interesuar që të nxjerrë këto, dhe nuk dihet pse institucionet shqiptare kanë arritur të bëjnë miratim të tillë. Kemi edhe pak minuta, më qëndro se mund të ojë diçka në fund të Zhabina dhe ti, ka ndodhur një vrasje në Memaliej, 2 tjerë në plagosur dhe ndodh kjo gjë tani. Tani u ktheve në realitet. Se deri tani ishin në Shqipërinë virtuale. Po, tani në mbrëmjen e së martës ndodhi një ngjarje që e rëndë shumë, domethënë ku pati një të vrarë dhe 2 të plagosur. Ç'është kjo ngjarje dhe ka lidhje me zinxhirin e ngjarjes më pashme. Si ishte mundur që ka ndodhur kaq shumë ngjarje të rënda në një qytet fare të vogël si është Memaliej? Apo s'ka ndonjë gjë të habitshme, ja, zot, është vrarë. Jo, është pak e
i ndjeri ish ky? Kush është ky? Është pak e habitshme Ylli, Për çfarë? sepse me Malie me të vërtetë është edhe me atë që ka ndodhur vitet e fundit me fenomenin e braktisjes provincave të Shqipërisë, me Malie ka ngelur nga një ish qytet, sot maksimumi ka banor sa një fshat. Por çudia është që gjatë 3 viteve të fundit aty ka patur atentate me bilanc shumë negativ. Ka patur ngjarje me 3 të vrarë. Dhe një qytet kaq i vogël, pra me një numër kaq të vogël popullsie sa ka mbetur, duket e habitshme si ndodh kjo gjë. Por kjo është shpjegimi i fenomenit që ka ndodhur në Shqipëri gjatë viteve të fundit. Pra po të shikosh, nga u boron fuqia këtyre njerëzve që përplasën atje dhe sfidojnë haptazi shtetin. Madje me origjinë nga Memalia janë shumë ngjarje që ndodhen dhe këtu dhe në kryeqytet, dhe në Sarand, dhe në Vlorë. Pra, është një konflikt që shpërndar, madje dhe jashtë shtetit ka patur viktima, po për të njëjtën zanafil. Megjithatë, ngjarja në fjalë nuk është pjesë direkte e zinxhirit ngjarjeve që ka ndodhur në Memalia, por njerëzit të përfshirë në të janë pjesëtarë që kanë lidhje me atë serialin e ngjarjeve që ka ndodhur në Tepele. Në ngjarjen e fundit që ndodhi mbrëmjen e së martës, viktima që paraqitëm edhe në foto, Endri Goxhej, ka hyrë armatosur për të goditur njëri nga vëllezërit Nelaj, ka qelluar zjarr, ndaj tij është qelluar po me armë zjarri, pra nuk ka qenë vetëm një rapal, kemi patur një shkëmbim zjarri. Si rezultat i reagimit të shpejtë është bërë e mundur që të mos ketë një numër më të madh viktimash, se nuk i dihet si do të shkote bilanci, se numri i personave përfshirë në konflikt pastaj u zgjerua dhe personi i cili ka hyrë për të qelluar ka humbur jetën, ndërkohë personi i cili është plagosur, pra është njëri nga vëllezërit Nela, këta kanë një historik në të kaluarën, por gjatë viteve të fundit kishin hapur një lokal në Memalia dhe ishte kthyer në lokalin më të mirë të qytetit. Dhe me sa duket edhe kjo gjë ka çuar në një si themi acarim të situatës. Ajo që është problematika në Memalia është policia e di se çfarë ndodh aty. E di se Sa banor ka e di se kush janë problematika. Memalia. Ajo vazhdon të jetë bashki, po më sa mban mend në zgjedhjet e fundit me gjithë edhe po kush aty se çfarë bashki do mbetet aty. Po sepse duhet ta jenë në punë. Ku ato minirat janë Mund të mbyllur. mbetet emri i fshatit thjesht bashki. E kupton se kështu mbeten edhe emrat ato toponimet. O Ylli, mban mend të kryetarin e bashkisë Fusharcit, ky i fundit që e mori opozita atë. Dhe kur u ngrit ajo në Gjadër për emigrantët, ai tha, unë jam gati, tha që në bashkinë time dha të vinë afrikanë, sirianë që aty, vetëm silli ca fonde, tha se ai shkreti. Fushon fonde në Fusharë. Dhe njerëz. Edhe ky me Maliejt është Dy gjëra s'kish njerëz dhe fonde. Po pra, kështu që ai tha, unë jam gati, tha, nuk vë gardhin dhe futi aty. Zhabina kishte ndonjë gjë përshtuar? Po, detajet e ngjarjes pak është shumë i thatë tani, por ajo që mund të them unë që kjo situatë me Maliaj nuk është rastësishme, ajo nis në këndvështrimin tim pas 2016 është kur e gjithë zona me Maliaj, Tepelenës dhe ajo zona aty u kanabizua dhe grupet e atij qyteti dhe qyteteve përreth u fuqizuan shumë për shkak të trafikut të kanabisit, aq sa ky qytet i vogël më pas ka prodhuar ngjarje shumë të rënda, patëm një hedhje në erë, në mos gaboj, në verën e vitit 2022 tek rreth rrotullimi i Tegut, një njerëz aty gjeti vdekjen për shkak të tritorit që ishte vendosur në makinën e tij, më pas u vra një biznesmen në Tiranë me origjinë nga Fieri, më pas pati ngjarje me këto ngjarje lidhen ngjarje të tjera kriminale të cilat kanë ndodhur edhe në Greqi për shkak të trafikut të drogës, por dhe atë që mund të them si konkluzion është që s'ka ECC i cili po zbardhet në Greqi njësoj si në Shqipëri. Ka faktuar që grupet e Memaliaj dhe Tepelenës kanë qenë shumë aktive në trafikun e kryesisht kanabisit edhe heroinës, po them drejt Greqisë, dhe aty kanë dalë informacione të cilat ka pasur mosmarrëveshje shumë dha mes grupeve dhe sigurisht që për shkak të këtyre zbardhjes së këtyre mesazheve në Sky ECC mund të kenë lindur konflikte të reja mes këtyre grupeve që mund të prodhojnë pastaj ngjarje siç ishte kjo e fundit në qytetin e Memaliajt. Faleminderit shumë zoti Zhabina, ndahemi bashkë në shtëpi jeti tani mirë ja aty. Ne jemi në shtëpi, kupton.
Faleminderit, natën e mirë bashkë. Natën e mirë. Të nderuar kolegë, tani unë mendoj që problemet dolën. E përgjithshmja Negative. negative thua. Po ne mund të themi dhe përgjithshmja pozitive, se E vlerësojme. Ndoshta pozitive, ndoshta mund të sot negative. edhe... Po dhe ndoshta pozitive, Dhe ndoshta... hallë kemi kanalin e Korfuzit, ti do kalosh te kanali i Hormuzit, kështu që më rregull je. Unë të kanali i Hormuzit, po. Ne në Korfuzit, Baruam, që ti marrë vajtëm. baruam kanalin e Korfuzit, tuaj, do kalojmë të kanali i Hormuzit, dhe të një luftë që në Iran ban botën pezull, po që akoma nuk e dim pse. Kysh tek, dhe unë kam thirrur një panel tjetër, ju falenderoj shumë, ju, Mirishit, përgjithësi, jo vetëm të sjellshëm, po edhecat gjëra. Publicitet farashkurt dhe rikthehemi me panelin tjetër për luftën dhe për detin. Greqia tani ndoshta do gjithë detin. Gjithë detin deri në Sarandë, mund ta dojë, kupton se çdo gjë ndodh në këtë botë. Publicitet.